Ani këmbët në uthull molle 30 minuta para gjumit dhe do të habiteni me rezultatin. Uthulla e mollës është ndër produktet më çuditëbërëse të cilët nuk duhet të mungojnë kurrë në kuzhinën tuaj, edhe pse përdorimet e saj në dukje tejkalojnë hapësirën e gatimit dhe shijes. E pasur gjithashtu me veti të mira të kalciumit, magnezit, potasit, florit, fosforit, vitaminës A, vitaminës B1, vitaminës C, vitaminës E. Para se të fillojmë, bëni një like videos dhe ju lutem klikoni subscribe, do të na ndihmonit shumë. Acid acetik, gjithashtu magnez, flor, potas, vitaminën A1, B2, B6, C dhe E. Ky produkt është pa diskutim një nga produktet me një depo të lartë të vlerave ushqyese, të cilën mund ta shtoni vazhdimisht në dietën tuaj dhe ta përdorni sipas nevojave tuaja specifike. Sot në këtë video do të rendisim disa nga përfitimet kryesore që do të merrni nëse shtoni uthullin e mollës në përditshmërinë tuaj. Uthulla e mollës mund të ofrojë edhe veprime të mira lehtësuese për shëndetin e këmbëve. Siç e dini, këmbët janë pjesa më e ekspozuar gjatë verës. Shapkat me gisht ose sandalet janë shumë komode. Kjo është e vërtetë, por ekspozimi i këmbëve tuaja ndaj faktorëve mjedisor mund të krijojë gjithashtu edhe probleme me pluhurin dhe rrezet e diellit. Në këtë video do ju tregojmë që të përdorni një recetë fantastike. Mjafton të fusni këmbët tuaja në një enë me uthull molle për 30 minuta dhe rezultatet që do të merrni do të jenë vërtet befasuese për ju. Veprimi që do të përfitoni është: luftoni mykun në këmbë dhe thonjtë e zverdhur. Uthulla e mollës në përmbajtje të saj të vetive acide acidike ka veti antibakteriale dhe antiinflamatore, të cilat eliminojnë mikroorganizmat që shkaktojnë problemet e mësipërme. Në një enë, siç e treguam edhe më herët, shtoni 2 filxhan kafeje uthull molle dhe ujë të vakët. I fusni këmbët në këtë përmbajtje për të paktën 30 minuta. Ky veprim duhet të përsëritet të paktën 3 herë në javë. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë fantastike për shëndetin tuaj. Uthulla e mollës do të eliminojë edhe lythat e këmbëve. Lythat në këmbë ndryshojnë nga ato të duarve. Ato janë gjithashtu si pasojë e krijimit të lëkurave që shfaqen kryesisht edhe në shputa. Shtoni ujë dhe uthull molle në një legem dhe i mbani këmbët në këtë përmbajtje për 30 minuta. Më pas i thani ato me një peshqir dhe fërkoni pjesën e lythave me top pamuku të njomur me uthull. Kështu përfitimet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike për shëndetin tuaj të këmbëve. Qetësoni kruajtjet e këmbëve dhe neutralizoni erën e keqe të tyre duke përdorur kështu uthullën e mollës. Kruajtjet në këmbë shkaktohen si pasojë e çrregullimeve të pahashit të lëkurës së saj ose edhe si pasojë e rritjes së bakterieve në pjesë të ndryshme të trupit. Ndiqni praktikën e mësipërme dhe do të shpëtoni nga era e keqe e këmbëve dhe problemet të tyre, të cilat mund të jenë si pasojë e përdorimit të këpucëve për një periudhë të gjatë dhe mbajtja e këmbëve në materiale të papërshtatshme. Dhe krijimi i djersës në këto përmbajtje mund të jetë gjithashtu një problem i madh për shëndetin tuaj të këmbëve. Kallot në këmbë po kthehen gjithmonë më shumë probleme shqetësuese gjatë stinës së verës. Nëse po vuani prej tyre, ju rekomandojmë të mos vraponi direkt tek ilaçet, por të aplikoni produkte tërësisht natyrale në kushte shtëpie, që do t'i japin gjithashtu një mbrojtje më të mirë të shëndetit të këmbëve dhe të lehtësojnë edhe shqetësimet e tyre. Kallot në këmbë janë një shqetësim i shpeshtë. Për të shmangur këto shqetësime mund të përdorni receta nga më të ndryshmet dhe rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet fantastike. Duke thënë se pa shkuar menjëherë tek medikamentet e caktuara, ju mund të lehtësoni shqetësimin tuaj duke ndjekur edhe trajtime vërtet komode në kushte shtëpie, të cilat do ju ndihmojnë të keni këmbë të shëndetshme dhe pa shqetësime të tilla. Femrave kryesisht u drejtohet një paralajmërim. Nëse doni të vishni një palë këpucë me taka të bukura, duhet të zgjidhni ato të rehatshme në mënyrë që këmbët tuaja të mos shtrëngohen dhe kjo gjë të mos krijojë probleme në higjienën e tyre. Nëse doni që këmbët tuaja të jenë më të shëndetshme dhe të mos krijojnë gjithashtu probleme të kallove, si fillim duhet të kujdeseni më mirë për to.
Nëse do të ndaleshit të receta natyrore për të eliminuar kështu kallon në këmbë, mykun e tyre dhe problemet me erën e keqe, në këtë video do të rendisim disa alternativa të cilat do ju ndihmojnë të keni këmbë më të shëndetshme, më të mbrojtura dhe të evitoni gjithashtu problematikat e njëpasnjëshme të tyre. Së pari, një recetë natyrale për kallot e këmbëve është gjithashtu ta aplikoni gjatë gjithë natës lëngun e limonit ose edhe të brëndshme në lëvorës së limonit. E mbani kështu deri në mëngjes dhe do të zbusni themrat tuaja të plasaritura dhe do ju ndihmojë që të keni këmbë më të shëndetshme. Edhe gjeli me bazë aloe vera mund të jetë një ndihmë shumë e mirë për shëndetin tuaj të këmbëve, çka do ju ndihmojë të shmangni kështu edhe problemet që i krijohen atyre. Si fillim, ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie do ju jap një mundësi të mirë për eliminimin e kallove. Një tjetër mënyrë e vlefshme kundër kallove është edhe përdorimi i papajes. Lëngu i këtij fruti vepron si një medikament i vërtet kundër këtyre komplikacioneve dhe do të nxjisë të keni këmbë të shëndetshme, më të mbrojtura dhe më pak shqetësime të tyre. Një tjetër mënyrë natyrale kundër kallove të këmbëve është gjithashtu edhe përdorimi i tërshërës. Në këtë rast, një dushi i këmbëve me ujë të ngrohtë dhe lyerja e tyre me tërshër do të jetë një mundësi shumë e çmuar për higjienën tuaj të këmbëve dhe largimin e papastërtive. Në rast se ju ndodhi në shtëpi, ju mund të përdorni një përbërës tjetër natyral të vlefshëm kundër kallove. Bima e ashtu quajtur edera. Gjethet e ederës duhet të lihen 12 orë gjithashtu në uthull. Më pas duhet t'i vendosni ato mbi këmbët tuaja, të cilën duhet t'i lidhni me një fashë të shtrënguar mirë për disa orë. Në fund, rezultatet që do të merrni do të jenë gjithashtu fantastike për higjienën tuaj të këmbëve dhe lehtësimin e problemeve që krijojnë kallot në vazhdimsi në shëndetin tuaj të këmbëve. Një ndër mënyrat më të thjeshta për trajtimin e kallove është edhe trajtimi i tyre me krip. Ju duhet të merrni një enë me ujë të ngrohtë pra një legen dhe të shtoni një grusht krip në të. Rekomandohet për efekte sa më të mira të përdorni kripën e psom. Futini këmbët në legenin me ujë të ngrohtë për më shumë se 10 minuta dhe më pas me një lim për këmbët fërkoni pjesën e kallove, duke formuar lëvizje rrethore. Lajini këmbët me ujë të rrjedhshëm për të hequr edhe kallo dhe siguroni që t'i thani mirë me një peshqir. Në fund, përdorni një krem të trashë për pjesën e themrave për të ruajtur kështu edhe butësinë e tyre. Soda e gatimi vepron si një eksofilator natyral, kristalet që gjenden te soda ndihmojnë në pastrimin e lëkurave të ashpra. Njësoj si në rastin e kripës, ju duhet të merrni një legen me ujë të ngrohtë dhe në të hidhni 3 lugë gjedhe sodë. Vendosini këmbët në këtë përmbajtje dhe i lini për 10 minuta. Me ndihmën e një skrabi mund të fërkoni këmbët në pjesën tuaj të kallove. Fshihini këmbët me një peshqir dhe vendosni sipër tyre një krem hidratues. Pra, kundër kallove vërtet ka zgjidhje natyrale. Mjafton që të zgjidhni ato që ju përshtatet më shumë dhe në fund rezultatet që do të merrni do të jenë të mira dhe të shëndetshme për ju. Ekspertët i cilësojnë këto metoda si mjaft praktike në kushtet kur mund të ndihmojnë të keni këmbë të shëndetshme dhe pa probleme dhe shqetësime të tyre. Kundër kallove në këmbë, ju mund të përdorni alternativa të cilat ju ndihmojnë vërtet shumë. Në këto raste është mirë që të tregoheni të kujdesshëm. Nëse kallot janë lënë pa u trajtuar për një kohë vërtet të gjatë, atëherë ka nevojë edhe për një trajtim më të specializuar. Kallot në këmbë dhe të plasariturat nuk duken as pak bukur, po përveç kësaj ato mund të shkaktojnë infeksione dhe dhimbje të mëdha të këmbëve. Lëkura në këmbë është natyrisht e thatë dhe si lëkura në pjesë të tjera të trupit. Ekzistojnë një sër faktorësh që ndikojnë në plasaritjen e këmbëve dhe daljen e kallove. Disa prej tyre mund të jenë nga lagështia, veshja e këpucëve të papërshtatshme, zbathur e të tjera. Megjithatë, ekzistojnë disa metoda natyrale të cilat mund ta bëjnë lëkurën e këmbëve të jetë më e shëndetshme, më e mbrojtur dhe të evitoni gjithashtu edhe komplikacionet e tyre. Lani këmbët tuaja gjithashtu edhe me ujë të vakët, derisa të zbutet lëkura. Me anë të një sfungjeri të fortë ose një mjeti të përshtatshëm, hiqni lëkurën përreth zonës së themrave, dhe kjo nuk do të shkaktojë as pak dhimbje. Rezultatet që do të merrni në fund do të jenë vërtet mbreslënse për shëndetin tuaj të këmbëve dhe do të lehtësojnë gjithashtu edhe shqetësimet e tyre.
Ndjekja e këtyre ritualeve në kushte shtëpie sigurisht që është një praktikë unike dhe mbi të gjitha do ju ndihmojë në mbrojtjen më të mirë të këmbëve. Nëse keni kallo, acarime ose edhe shqetësime të ndryshme të këmbëve tuaja, drejtohuni te specialisti për të parë nga afër shqetësimin, për të marrë trajtimin e duhur dhe për të evituar gjithashtu komplikacione të ndryshme. Kallot në këmbë janë një problem i cili nuk duhet të neglizhohet, pasi me kalimin e viteve do të krijojnë vështirësi në ecje dhe në qëndrim. Ndaj, nëse jeni një person që keni vënë re krijimin e parë të kallove në këmbë, ndërmerrni këto hapa të thjeshtë në kushte shtëpie, dhe nëse gjendja juaj është vërtet shqetësuese, mos harroni të konsultoheni me mjekun për çdo shqetësim të mundshëm që mund të keni. Vëmendje, ju bëj me dije se informacionet në këtë video kanë për qëllim që të plotësojnë, të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj ose ato të ofruesit të kujdesit tuaj shëndetësor, dhe nuk kanë për qëllim që të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose dhe efektet e tyre negative për shëndetin tuaj. Pasi ta dëgjonit këtë video, do ju ftoja t'i bënit like dhe ta shpërndanit atë në profilin tuaj në mënyrë që të informohen dhe miqtë e tu.